Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, Zotit të botrave. Salavat e selamit e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëf prej tyre. E falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka dhënë Islamin si fe e vetme e pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Falënderim takojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala që na ka udhëzuar edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si rruga e vetme e drejtë për të shkuar në xhenetin e tij. Allahu na bëf prej tyre. Allahu subhanahu wa taala ndër tjerash e ka zbrit Kur'anin si udhërrëfyes, si këshill për neve, se çysh na ta ndërtojna vetën tonë, se mënyra se çysh na jetojna edhe mënyra se çysh duhet me veprue gjatë jetës tonë. Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit këtë Kur'an përmes melekut Xhibril te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përmes të cilit Kur'an na bojna ibadet, përmes të cilit Kur'an na bojna adhurim, përmes të cilit Kur'an na e jetojmë jetën tonë, përmes të cilit Kur'an do të na bën dritë në varrin tonë, përmes të cilit Kur'an do të ringjallemi para Allahu subhanahu wa taala, edhe do të japim llogari para atij subhanahu wa taala, e përmes të cilit Kur'ani i cili do të ndërmjetësoj për neve për me hyrë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala ka zbrit Kur'anin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe te umeti i tina. Në Kur'an Allahu ka zbrit rreth 6200 ajete. Për këtyre 6200 ajete Allahu subhanahu ka klasifikuar disa ajete. Disa prej ajete janë si historia për popujt e mëhershëm që me marrëm mësim na për jetës tyre, për veprave tyre të ata i kanë bëhe. Disa prej ajeteve janë që na tregojnë dispozitat e fejës, çka kena për obligim edhe çka jemi ndaluar për mos me veprue. Disa prej ajeteve tjera janë që na tregojnë për xhenetin, e disa prej xhenemit Allahu na ruaj prej dënimit tina, e disa prej ajeteve janë që e shtojnë edhe më shumë bindjen tonë në fenë Allahu subhanahu wa taala. Çështja është me këto ajete të cilët na i lexojna, me këto ajete të cilët na i mësojna, këto ajete të cilët na i këndojna edhe në namaz. Pse Kurani, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka zbritur me diçka tjetër, vetëm se me qëllimin që me udhëzu atë popull dhe me udhëzu umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja është tash, pse Kurani nuk po na ndryshon neve jetën? E kemi Kur'anin, e lexojna Kur'anin, është gjuhë arabe, por se është edhe në këta gjuhë të tjera të botës i përkthym që e kena mundësinë sot për me lexue, apo ka dhe njerëz të dijes të cilë e zbërthejnë edhe e komentojnë atë, pse Kur'ani nuk po e gjejna si zgjidhje për jetën tonë apo për me ndryshuar jetën tonë. Pse zemrat edhe me Kur'an prap na po i kena të vrashta, po i kena zemrat prap të ngurta dhe nuk po zbutën zemra e fjalën Allahu subhanahu wa taala. Apo po vazhdojnë me lexu Kur'anin edhe ende po i kryjnë të njëjtat mëkate. Po vazhdojnë me lexu Kur'anin, me lexu ajetet e Allahut subhanahu wa taala, edhe në fund prapë përfundojnë na në të njëjtat gjunohe. Atëherë ku është defekti? Pyetja që duhet m'ia bëna vetes tonë është se ku është defekti. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها على الناس لعلهم يتفكرون." Sikur qëtë Kur'an të cilë na po lexojna, sikur qëtë Kur'an thotë Allahu na ta zbritmi mbi ndonjë mal, mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë kodër të përulur për Allahu subhanahu wa taala edhe të coptuar nga frika e Allahut. Këta janë shembuj të cilët na u sjellin njerëzve për shkak la'allahum yatafakkarun, për shkak se ata me mendue. Thotë Allahu sikur qëtë Kur'an na kishmi mja dhon amanet, ndonjë kodre, ndonjë mali, ajo kishte më u coptue për frikës dhe Allahu subhanahu wa taala edhe për këtij amanetes apo për asajna se çka e përmban që ky Kur'an. Allahu nuk po flet këtu për një mal të zakonshëm. Allahu në Kur'an nuk po flet për një kodër të cilën ai na mësua me pa çdo ditë jashtë. Porse Allahu malin edhe kodrën xhebel që e ka përmend në ajetin kuranor e përmend si simbol. Çka simbolizon mali kodër të na? Na shpeshtojna që është i madh, është i fortë sa një kodër. Apo këto se bën as kodër. Se kodra është prej guri.
shpesh herë përdorna ishi i madh sa një kodër, ishi i madh sa një mal, për shkak madhësisë, apo e përdorin nganjëherë çështjen e malit, simbolin e malit për shkak qëndrueshmërisë, sepse Allah e ka përmendur në Kur'an se kur e ka krijuar tokën, e ka ndreshur tokën për njerëzit, pastaj i ka krijuar kodra që me e mbajtën tokën, me e forcuar tokën, edhe është simbol i fortësisë. Prandaj çështja e malit në Kur'an, në ajet nuk ka ardhur këtë rastësisht. Edhe asgjë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në ajetet kuranore, nuk i ka përmendur rastësisht, porse për me na dhënë neve shembullin më të mirë se çish me e kuptuar na. Mali i përballon çdo send. Çështja e kodrës përballon çdo send, edhe errat e forta, edhe ftuhitë e mëdha, edhe shiun e madh, edhe burrën e madhe, edhe tërmetet e ndryshme, mali këta këto i përballon. Kodra këta këto i përballon. Por Allahu po thot. Allahu po thot në Kur'an, po ta dëgjon te mali, që kjo kodër, Kur'anin me kuptimin e tij, edhe me vetë dije, kishte me u çapë i frikës Allah subhanahu wa taala. Që kjo kodra që është simbol i fortësisë edhe i qëndrueshmërisë edhe i madhësisë edhe krejt, nëse kishte me dëgjuar çet Kur'an me kuptim plot edhe me vetë dije, kishte me u çapë frikën te Allah subhanahu wa taala. Pyetja është tash, si ka mundësi që mali do të çojë për frikës Allah subhanahu wa taala, ndërsa zemra e jonë të cilën na lexojnë në çet Kur'an mbetet e pandryshuar. Mali, guri, kishte me u çapë për frikës Allah. Kjo është shembull të cilin Allah ka përmendur në Kur'an, nuk ne duke treguar na për vetes tonë. E zemra jonë kur e lexojnë në çet Kur'an mbetet e pandryshuar. Thot Ibn Kathiri, Allahu më shëroft, në komentimin e këtij ajeti thotë se Allahu po tregon madhështinë e Kur'anit. Allahu subhanahu wa taala me çet ajet po tregon madhështinë e Kur'anit. Po të kishte kuptim mali që e përmban Kur'ani prej premtimeve apo kërcënimeve apo urdhrave apo ndalesave, ai do të coptohej edhe nga frika e Allahut subhanahu wa taala. Pra, Kur'ani nuk është libër i tregimeve të kota, Kur'ani nuk është libër nuk është vetëm libër i cili na tregon vetëm kulturën, por se Kur'ani në vetë është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Imam Kurtubiu, Allahu më shëroft, në komentimin e këtij ajeti të njëjtë thotë se ky është çortim për zemrat e njerëzve. Ky është çortim për zemrat e njerëzve. Çish është çortim? Ti e ke pa nëse ti duke e kryer një punë, edhe nuk e ke krye në mënyrën e përsosur, në mënyrën më të mirë, apo nuk e ke mësuar në mënyrën më të mirë. Ka pe njerëz që të marrin shembull diçka më dobë se ti ose më të fortë se ti që me ta dhon ty në mësim. Shembull të ndryshëm. Allahu subhanahu wa taala e ka përmend çështjen e kodrës, çështjen e gurit në Kur'an që me na çortue zemrat e tona, se nëse kodra çohet atje, pse zemra jote nuk lëviz, pse zemra jote nuk ngjallet, pse zemra jote nuk ndryshon me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Në ajetet e tjera në Kur'an, Allahu kur e përmend cilësitë e besimtarëve të mirë thotë ata të cilët kur e dëgjojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala edhe dëgjojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala, ju dridhet zemra. Ju dridhet zemra. Çish është më të dridhë zemra? Është prej frikës edhe prej asaj se çka e përmban Kurani i Allahut subhanahu wa taala. Në këtë ajet Allahu e krahason forcinë e malit me zemrën e njerit. Që nganjëherë zemra e njerit po më ka me qenë edhe më e ngurtë se guri. Që nganjëherë zemra e njerit po bëj edhe më e fortë në kuptim jo të mirë se sa çështja e malit. Zemra më e fortë se guri. Thot Allahu në Kur'an, "Thumma qasat qulubukum ba'da dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Pastaj zemrat e tuaja u bën të forta si guri, madje edhe më të forta se kjo. Madje aw ashaddu qaswa, apo edhe më të forta se guri. Mendoni pak. Allahu subhanahu wa taala nuk tha si hekuri, as nuk tha sikurse çeliku, por tha sikurse guri madje edhe më të forta. Tash ti është pyetja, pse Allahu subhanahu wa taala nuk i paskallon ashtu shembull sepse edhe hekuri është i fortë, edhe çeliku është i fortë. Pse Allah nuk e ka dhënë shembull këtyre përse ka përmendur shembull e gurit? Nga guri del edhe ujë. Nga guri rrjedhin edhe lumenj. Nga guri bien edhe copa të ndryshme me frikës Allahut subhanahu wa taala, e që nuk ndodh me gjërat e tjera të ngurta edhe të forta. Prandaj zemra i ngjason çesojna. Pra, zemra që ka zemra të cilat nuk nxjerrin lot. Ka zemra të cilat nuk nxjerrin apo nuk pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka zemra që nuk kanë përulësi për Allahu subhanahu wa taala. Është e njëjta ngurtësi me çështjen e gurit.
Omeri radiallahu anhu trondit nga Kurani. Omeri radiallahu anhu ishte prej armiqve më të mëdhenj të Islamit. Një ditë prej ditëve e merr si punë të vetën, si mision të vetin, me shkue edhe me mytën edhe me prej kokën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e merr këtë rrugë për me shku me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjatë rrugës, nalët të shtëpia e dhondrit vet, të shtëpia e motrës tina. Edhe i ninat dhondri dhe motra e tij e Omerit radhiyallahu anhu vetëm se kishin pranuar Islamin. Edhe atëherë Kurani, fjala e Allahut subhanahu wa taala nuk ishte si ky libër tash se cilën e kena na, por se shkruhej në për gur, shkruhej në për rrasa, shkruhej në për pjesë të ndryshme që për me urujtën. Ata kishin një pjesë të ajeteve të Allahut subhanahu wa taala të cilët i kishte zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që ishin duke i lexuar tinza, mrena shtëpisë që mos me i nije kërkush. Kur kalon Omeri e nin diçka, edhe nalet të dera atyne. Edhe nin fjalët e Allahut subhanahu wa taala, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Edhe kur i kanë ndinë këto fjalë, zemra e tij vetë se ka filluar me u trondit. Edhe ka filluar me kërcitje në derë fort. Me i ra derës fort. Edhe kur ja çelin derën, ata vetë se kanë mshef atë se kanë ditë që Omeri ka qenë një prej trimave edhe në kohën e xahilietit. E kanë ditë që nëse e merr ka me i goditën këta. Kur hyn mbrana e godet dhondën e vet edhe përplos për tokë. Pastaj e merr thotë, po duhet që ato të cilën këtu e lexuju, po duhet që ato me pa. Nuk kena këtu të lexuar kurrë. Doin me mshefën sepse e kanë ditë se çka mundet me bëj, edhe e kanë ditën fuqinë e tina. Edhe me këmbgulje Omeri vazhdon edhe e merr derisa i merr ato rrethushka për me lexuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Pastaj vazhdoi zemra Omeri me udhëridhën, vazhdoi pe këtyre fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, zemra e tij me ndryshua dhe me u zbutën, edhe e vazhdon rrugën deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush prej sahabëve e shef, i thotë ja Rasulullah, thotë po vjen Omeri. Thotë lënë të kur hyn Omeri ulet para gryet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vazhdon edhe thotë shahadetin, edhe mas asaj ngjarje, mas pranimit të Islamit të Omer ibn Khattabit, Islami vazhdon me u përhapën haptas në rrugët e Mekës. Kjo ka qenë si për armiqve më të mëdhenj duke shku me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fjala e Allahut, Kur'ani të cilin ai ka dëgjuar, e ka zbut edhe zemrën e tina, edhe pranë Islamit pastaj bën një kontribues më të mëdhenj në fenë Allahut subhanahu wa taala. Ai Omeri ishte ai i cili nuk e lëkundi shpatën, porse nuk u trem për shpatën asnjëherë për lutat që i ka bëu, por se zemra e tij e lëkundi fjala e Allahut subhanahu wa taala. Ato të cilët nuk mushin me threm kërkush për njerëzve të Mekës, por se u thye në gjoksin e tij në kuptimin e mirë për fjalës Allahut subhanahu wa taala. Edhe ndër tjera është Kur'ani, Omeri radhiyallahu anhu, për një armiku të madh të Islamit, Kur'ani atë e shndroi një prej shërbyesve më të mëdha të Islamit që për pranimin e Islamit tina vazhdoi Islami me u përhapën haptas dhe vazhdoi me u përhapën në rrugët e Mekës. Pse vazhdoi me u përhap haptas? Sa i dol në shesh të Mekës, edhe e gjeti dikë për njerëzve që mirët me llafe, i bën llafet. Edhe i tha po duhet të kallëzu veç ty diçka. E ku pranoi Islamin. Ai i cili bën llafet thot po se e mojmë sheft, edhe momentin që ta kthen shpinën më dihet se çka bëhet. Momentin që ja kthen shpinën Omerit, ai del në sheshin e Mekës atje, edhe thotë se Omer ibn Khattabi ka pranuar Islamin, edhe pastaj prej aty fillon Islami haptas në rrugët e Mekës, edhe një pej shpërblimeve të cilat i ka Omer ibn Khattabi është se Islami ka arritur në përçoshet e dynjës si davet i tina edhe si drejtësi e tina të cilën ka pas Omer ibn Khattabi. Kjo ka qenë për shkak rrotullimit të zemrës tina për fjalës Allahu subhanahu wa taala. Se na nuk ndikohemi nga Kur'ani. Dietarët kanë përmend disa shkaqe. Pse Kur'ani nuk lën gjurmë në zemrën tonë? E para është mëkatet. Gjunohet e shumta të cilët i bojna. Gjunohet kena bojna edhe do të bojna. Kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt për neve. Kena bojmë edhe do të bojmë deri ditën kur vdesim. Porse mëkatet që e ngurcojnë zemrën, e mbyllin zemrën tonë, janë mëkatet që ne i bojna edhe nuk pendohemi te Allahu subhanahu wa taala, nuk kërkojna falje për to. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Kur robi i Allahut, kur biri i Ademit e bën një mëkat, në zemrën e tij na vendoset një ull e zezë. Në zemrën e tij vendoset një pikë e zezë. Nëse bën istikfar, kjo i fshihet. Nëse nuk bën istikfar, kjo mbetet aty. Pastaj vazhdon me i shtue mëkatet derisa të shtohen këto pikat e zeza, edhe pastaj të nxihet apo të ngurtohet zemra e tina. Një mëkat, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër, derisa më e sheh veten edhe më nuk po krym punë as këshilla e as fjala Allahu subhanahu wa taala. Kjo është për shkaqeve të para edhe më të shumta që ndodh tek na, sepse Kurani nuk lën gjurmë në zemrat e tona. E dyta është lidhja e shumë me dynjajën. E dhënja e shumë e jonja mas dynjajës. Dynjajën ka pas mbretër për mbretërve të ndryshëm që kanë jetuar para neve, që kanë pas udhëheci edhe fuqi edhe shumë më të madhe se na sot, ama prapë dynjajën nuk ka mujt me zonë, nuk ka mujt me kapën këtë dynjajën ai. Edhe na sot, ndoshta nuk e kena atë udhëheci, ndoshta nuk e kena atë pushtet, ndoshta nuk e kena atë fuqi, edhe prapë vazhdojna me ngama si dynjaje duke e ditë se nuk kemi mujtën me zonën ta. Nuk kemi mujtën me kapën krejt. Edhe e dhënja e shumë mas dynjajës e ngurtëson zemrën tonë, e që në këtë zemrë pastaj nuk krym punë fjalë Allah subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, dashuria e dynjajës është koka e çdo gabimi. Pse është koka e çdo gabimi? Robi i bët mas epsheve, robi i bët mas gjërave të kota. Edhe pastaj zemra mbushet me dynjë, mbushet me luksin e kësaj dynjaje, edhe nuk mbetet më aty vend për Kur'anin. Nuk mbetet më vend aty për namaz me përkushtim. Nuk mbetet më vend aty për me menue për vdekjen, me menue për ahiretin. Pse? Se e ke zonë me diçka tjetër. E ke zonë me diçka tjetër. Nëse kishe me lënë ti në zemrën tonë vend për Allahun, vend për Kur'anin, vend për namazin, vend për ahiretin, atëherë kishe me pasur një standard tjetër të jetës sonte. Tjetër shkak që ndikon tek na që nuk ndikohemi në për fjalës Allahu subhanahu taala është leximi i Kur'anit apo dëgjimi i Kur'anit pa meditim. Ata të cilët nuk dinë me lexu arabisht apo nuk e kuptojnë gjuhën arabe, nuk do të thotë që këta janë të privuar për çësaj mirësie. Por se është Kurani në gjuhën tonë, në gjuhën të cilën ti e kupton, mundesh me e marrë ato, edhe me e qelën diku, me një kapitull, për kapitull, apo me një sure për sure të Kuranit, me hap edhe me lexuar në çat gjuhë të cilën ti e kupton më së miri, edhe me medituar rreth saj. Çush është me medituar? Me lexuar ajetin për shembull për marrim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahu subhanahu taala, Zotit të këtë botrave. Edhe me unal tash me medituar pse Allah subhanahu taala e ka thonë Zotit të këtë botrave. Pastaj me vazhdu ti me i shtuar njohuritë tua kush është Zoti i këtë botrave, ç'është çështja e botrave të Allah subhanahu taala, çka është qëllimi me botrat. A pas ka bota edhe tjera përveç dynjës se na jetojna, me vazhdu dhe me medituar këto, edhe kemi pa se çish hapet zemra. Kemi pa që ajet mas ajeti të lexuar shkon të e shiju edhe ma shumë knatësinë e fjallës Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu në Kur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, a jeni ju për atyre që nuk e meditoni Kur'anin, nuk folni me Kur'anin, nuk është leximi i Kur'anit, me marrë në Kur'an dhe me lexuar vetëm me gjuhët e tona, edhe ai mos me shkuë hiç në gjoks. Nuk është leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit me të vërtetë është kur ti lexon ato ajet për ajeti, edhe mundohesh me lexuar në mes rreshtave, në mes ajeteve se çka ka dashur Allahu subhanahu taala me thonë me këto. Sot plot njerëz e lexojnë Kur'anin. Plot njerëz e recitojnë ato. Plot njerëz e ngojnë ato. Po sa për tyre na i dinë apo i kena bue muhabet me njerëz që një herë për herave është nal gjysora apo një orë ka kushtuar një ajeti duke e medituar rrethina. Duke medituar rrethina, kur na kena shembuj të sahabëve, që Omer ibn Khattabi, Abu Bekri, Uthmani, Aliu, edhe pediatorë të tjerë që ndoshta tërë natën ka falë namaz natë duke e recituar veç një ajet. Duke e recituar veç një ajet. Ka qenë një pediatorë që tani jetën e tina, një prej sahabive, ka qenë që tani jetën e tina, në secilin namaz e ka lexuar kul huwallahu ahad. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith sahih se kul huwallahu ahad është sa 1/3 e Kuranit. Pse? Se ai e tregon më së miri një sushmërinë se kul huwallahu, ai është Allahu, është një, ai i nuk e ka lindë asnjë fuqinë Allahu subhanahu wa taala tregon me surja Ikhlas, kul huwallahu ahad. Kur e kanë pyetur se pse po e thuhet disa herë kul huwallahu ahad, se cilin namaz, se cilin rekat, a nuk din diçka për surë të tjera, ka thonë jo, vallahi unë e di këtë Kuranin përmend.
Përse e lexoj që sure për shkak se duhet me e dëshmue për një sëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Këtë histori Aisha radiallahu anha ja tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa thot, nëse ai e thot këtë sure me çet qëllim se për një me ai e don Allahu subhanahu wa taala, edhe don me njësu Allahun në secilin rekatina, atëherë lajmëron ato se edhe Allahu e don këtë person. Lajmëron ato, tregoni atina se edhe Allahu e don këtë person. Që kjo është rëndësia apo që kjo është mënyra më e mirë se çështi ti e mediton Kur'anin. Kur ti je namaz edhe nalesh edhe e mediton që te bi ai ala rabbikum tukadhiban, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Sot dobi mundesh me nxjerrë ti pikë këtij ajeti. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pastaj vazhdon edhe nalesh ti edhe i numëron mirësitë të cilat Allahu t'i ka dhënë tyje. Cilën prej tyre ti mundesh me mohue. Tha Allahu në Kur'an, edhe në vetet e juaj ju keni argument. Nalesh edhe këshirë pi trupit tënë. Vetëllat, sytë, goja, buza, këta këto kritaritë që na ka dhënë Allahu neve, cilën pishuri mirësia mundesh me thonë se çeta Allahu ma ka dhënë mua këtë. S'ka pas nevojë ma dhënë që të gishtin e vogël, po që ma ka dhënë. Provoj edhe heke. Këshire sa i dopt ki me konëm më thojna. Gishti i vogël i komës. Na mujna me marrë për në shpim. Mujna me po provoj edhe heke. Shikoj se sa me dopt ka me qenë ecja jote. Ecja jote. Edhe çdo sen tjetër që Allahu ta ka dhënë tyje, pe trupit tënd, mos po flasim për gjërave të jashtme, po për veteve tona, cilën mirësi mundesh me mohuar ti. Fabi ai ala rabbikum tukadhiban. E cilën të mirë të Zotit duhet pa mohoni. Është një prej ajeteve që duhet më monalen na edhe me medituar të ajetin nëse dojna që Kur'ani fjala Allahu subhanahu wa taala me ndikue në zemrat e tona. Një prej selefëve ishte një natë prej natëve duke falën namaz natë. Gjatë namazit natës duke falën kë, hen një person për me vjedhën shpinën e tina. Hajna ka pasën çdo herë. Hen një person për me vjedhën shpinën e tina. Kë duke falë namaz e dëgjon ajetin duke e thonë kë namaz alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, a nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përkulen apo të përulen nga përmendja Allahu subhanahu wa taala. Do shka ky ajet edhe e ndal për një vepre këta. Do shka ky ajet edhe e ndal për një vepre. Edhe pastaj vazhdon thotë, po Allah, ka ardhur koha që edhe unë më ndal për kësaj vepre edhe me vazhdu dhe me përullu dhe më shumë në fejnë Allahu subhanahu wa taala. Ajete për ajeteve që ka ndryshue edhe jeta të ndryshme të pushtetarëve të mëdhenj, të njerëzve të ka pasur edhe fuqi të mëdha. Kurani ndikonte te sahabët. Kurani lente gjurmë të sahabët. Kurani kur zbriste, ata vazhdonin me udhëdridhën për jasën se cilën Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk pyetnin se sa e bukur keqja e ligjërat. Nuk e kanë pyetur, nuk kanë thonë me zveti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se i mirë kjo ky ajeti i cili e përmend. I mirë kjo ky ajeti i cili zbriti. Por se kanë vazhduar me e marrën ajetin edhe me këshyrën se çka mundet që ky ajet me ndryshuar te vetja atyre. Umar ibn Khattabi i ka zgjatën 10 vite me surën El-Bekare, duke u mundu që secilin ajet për ajet të surës El-Bekare me vepruaj në jetën e tina. Sa herë na i na mundu që një ajet të cilin Allah e ka zbritur në Kur'an me thonë sot po veproj me çet ajet. Sot po bëj vepra për shkak që ti ajeti. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam belliu anni walau aya, transmetojeni prej meje, veproni diçka prej meje, qoftë edhe vesh një ajet, qoftë edhe vesh me një argument. Kur dëshiron me ditën për njerëzve, për robërt Allahu subhanahu wa taala se a don Allahu ty apo nuk don Allahu ty, shikoje pozitën tonë të cilën ti e ke me librin e tina. Shikoje ti pozitën tonë të cilën ti e ke me librin e Allahu subhanahu wa taala. Kurani është shpallur për me zbatuar në ata. Kurani ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na me veprues sipas tina. Andaj nuk ka gjë më të dobishme, nuk ka gjë më të mirë për zemrën se sa leximi i Kuranit në meditim. Andaj ne ajo se çka e porositni veten, edhe tjerët është se një ditë për ditëve kena me përfunduar në varret e tona. Një ditë për ditëve ka me na lënë punat të cilën e bojna, pasuria të cilën e grumbullojna, pozita të cilën e kemi, biznesin të cilën e kemi, fama ndoshta të cilën e kemi te njerëzit, edhe çka ka me mbet me neve? Ka me mbetën veç veprat e mira të cilat ne i kena bue. A ditë
atë ditë në varr, askush nuk ka me të pyetën ty se sa shtëpi i ke lënë. Sa shtëpi i ke lënë, as nuk ka me të pyetën sa paroj ke fituar dhe i ke lënë mas teje. E as nuk ka me të pyetën se sa njerëz kanë njoftën ty. Por ajo se çka ka me të pyetën është si u fale, sepse namazi do të jenë ndërmjetësim varr, si e lexove Kur'anin, sepse Kur'ani do të jenë mbi kokat e tona, do të bën dritë në varr, pastaj sa e zbatove atë. Sa i zbatove ajetet e Allah subhanahu wa ta'ala. Mali, kodra do të qahen nga Kur'ani. Pyetja është, a do të zbuten edhe zemrat e tona para se me vdekën? A do të zbuten, a do të ndikon Kur'ani në zemrat e tona para se me shkuën te Allah subhanahu wa ta'ala? Ne lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që Kur'anin me e bu pranverë të zemrave tona, e lutim Allahun subhanahu që Kur'anin me e bu dritë të gjosave tonë, largues të piklimeve tona dhe shurues të brengave tona, Allah në dhurojë zemrat të përulura, sy që lëtojnë edhe pendim të sinqert para vdekjes. يقول ما تسمعون وأنا خلفه واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.